Për të 10 ditë radhazi qytetarët kanë vazhduar protestën e tyre ku kanë kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Agjencia ndërkombëtare e lajmeve Reuters ka transmetuar në kohë direkte protestën për ditën e dytë me radhë. Si zakonisht në kryeqytet, qytetarët nisin marshimin e tyre nga sheshi Skënderbej dhe më pas janë drejtuar drejt godinës së kryeministrisë. Protestuesit në fjalimet e tyre kanë akuzuar qeverinë si të zhytur në korrupsion, teksa kanë kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të kryeministrit Edi Rama. Edi Rama ka shkatëruar të gjithë Shqipërinë. Unë mund t'i kujtoj vetëm disa projekte. Aeroporti i Kukësit, asnjë avion nuk ulet e ngrihet. Dhe koncesionari çdo muaj merr parat nga shteti shqiptar për pasagjerët e munguar. Porto Romano, a e mbani mend çfarë thoshte kryeministri, do bëhet baza e NATO-s. Nuk është as e NATO-s dhe as ka për të bërë porti i Shqipërisë, sepse është pa studim fizibiliteti në një vend që nuk mund të ngrihet port tregtar. Porti i Durrësit është krim shtetëror, është porti i vetëm tregtar në Shqipëri, i cili mban lidhjet rajonale dhe ndërkombëtare, i cili favorizon pozicionin gjeografik të Shqipërisë, por Edi Rama tentoi ta kthente në një port turistik. Sot është për diçka shumë herë më të madhe. Kjo protestë sot është kundër korrupsionit, kundër varfërisë që ka në Shqipëri, kundër kësaj qeverie arrogante. Protestave antiqeveritare është bashkuar edhe qyteti i Lezhës, ku për ditën e parë qindra qytetarë janë mbledhur duke kërkuar largimin e shefit të qeverisë shqiptare. Ndërkohë edhe në Fushkruj me thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, qytetarët janë ngritur për ditën e parë në protestë. Qytetarët korçar kanë vazhduar protestën e tyre për ditën e 5 me radhë, teksa me thirrjet për dorëheqjen e qeverisë dhe largimin e kryeministrit kanë marshuar nga pedonalja e qytetit. Protestat kundër kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij socialiste kanë vazhduar edhe në Elbasan, Gjirokastër, Luzhë dhe qytete të tjera.